Të dashur banor të komunës së Sarajit, të nderuar misafir, kjo prania juaj këtu në këtë tubim të sonton tregon se banorët e komunës Sarajit kanë vendosur të thonë Bolmë keq qeverisjes në qytetin e Shkupit, bolmë keq qeverisje në komunën e Sarajit. I nderuar Zavendës kryeministër Izet Mexhiti, i nderuar Zavendës kryeministër Arben Fetaj, i nderuar ministër Orhan Murtezani dhe Asim Murtezani, e di se keni bërë maksimumin në këtë qeveri për të dhënë projekte edhe komunës së Sarajit, përkundër faktit se projektet të cilët janë dhënë kësaj komune me këtë qeveri janë të vonuar. Të dashur përfaqësues të qeverisë, ne dua japim bashkë me banorët e komunës së Sarajit një djalë, një kandidat për komunën e Sarajit, kryetarin e ardhshëm të komunës, zotni Muhamet Elmazin. Kërkojmë nga ju që ta vendosni në prioritet komunën e Sarajit, sepse ne do i japim projekte e nga ju kërkojmë përkrahje me fonde, me projekte, me të vetmin qëllim që t'ja shohin hajrin banorët e komunës së Sarajit. T'ja shohin hajrin për shkak se qeverisja e kaluar i ka hinë dërhak këtyre banorëve. 16 vjetë qeverisje të BDI-s me vend dhe fshat i cili ka burimin e ujt, nuk ka ujë për pije. Dhe jo vetëm Racja, po edhe Kopanica, edhe Bojana, edhe Bukovici, edhe Arnaqia, edhe Laskarca, edhe Paniçari, edhe Arnaqia, edhe Çajlana, nuk kanë ujë për pije 24 orë në shekullin 21. Glumova dhe Shishova, edhe Matka, nxënësit e atyre shvend banimeve, fëmijët tanë nuk kanë kushte të mira në shkollat e tyre. Banorët e Llokës, Gërçecit, Krushapekit dhe Sarajit, të cilët me bujqësi, me biznes, me djersën e tyre e nxjerrin bukën, nuk kanë pasur as një ndihmë, as nga qyteti i Shkupit, as nga komuna e Sarajit. Prandaj kërkoj që qeveria, sikur tani, për djalin ton, për Muhametin në të ardhmen të ofroj fonde që t'jemi në shërbim të kësaj komune. Nuk janë vetëm këto vendbanime të diskriminuara, është edhe Kondova që 20 vite diskriminohet, është edhe Sfillare, edhe Radusha, edhe Vorca e cila kanë pengesë dhe nuk kanë infrastrukturë të duhur. Prandaj, kërkojmë nga ju që t'jeni në disponim të banorëve dhe banorëve të komunës së Sarajit. Të dashur dhe të nderuar aktivist, kërkoj nga ju që të flisni me gjithë qytetarët, të flisni me fis e farefis. Sot, 7 ditë janë zgjedhjet, ndani 7 minuta që të flisni dhe të promovoni kandidatët tonë për kryetar komune dhe për këshillin komunal. Ju thoni se duhet 7 minuta të ndajnë kohë për të sjellë ndryshimin edhe për të mirë qeverisur në të ardhmen komunën e Sarajit. Saraj është mundësi për investim, Saraj është mundësi për zhvillim. Zoti i bekoft banorët e komunës së Sarajit. Ju falenderit.